Asesi mos u bëj prej atyre që ka thënë Allahu yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna min Allah, do të thënë friksohen ose shikojnë të fshihen prej njerëzve dhe nuk turprohen, nuk friksohen prej Allahut subhanahu wa ta'ala, wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl, kurse Allahu është me ta. Më thënë Ishej dëgjon kur ata thonë fjalë që me të cilat Allahu nuk është i kënaqur. Prandaj mos e bëj atë edhe kur t'jesh vetë, se më meritori që njeriu t'i turprohet atij është Allahu subhanahu wa ta'ala. Që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, istahyu min Allahi haqqal haya. Do të thënë turprohuni nga Allahu me turp të vërtet, me turpin e plot, do thotë ta keni parasysh se Allahu ju sheh edhe turprohuni prej tij. Do të thënë pra njeriu ka turp ti kundërshtoj urdhrat e punëdhënësit të tij, që punëdhënësi ka një me thonë merit ose dhunti shumë të vogël të imët për diçka që e vepron, për diçka që e meriton njeriu. Do të thënë punëdhënësi ja jep një shpërblim të imët për punën që e bën, kurse Allahu subhanahu wa ta'ala të ka dhënë dhunti të panumërta, të shumë fishta, që të pandërprera dhe ato nuk i kemi fitu me ndonjë mund. Do të thënë Allahu na ka krijuar pa meritën tonë, na ka dhënë shikimin, dëgjimin, kuptimin, edhe na ka dhënë fuqinë kështu me radhë. Ato për gjitha këto nuk kemi punuar që ti fitojmë. Ato janë dhurata nga Allahu. Pastaj Allahu na ka dhënë urdhra dhe na ka ndaluar disa gjëra. Atëherë duhet njeriu të turprohet që t'i kundërshtojë këto urdhra të dhuruesit të gjitha mirësive. Subhanahu wa ta'ala.